Në varrezat e Koçanit, si dhe qytetet të tjera të Maqedonisë së Veriut, sot ju dha lamtëmira e fundit 59 viktimave të cilët tragjikisht humbën jetën në një klub nate të shtunën. Pos familjarëve dhe të afërmve, të pranishëm ishin edhe profile të ndryshme nga sfera të ndryshme të vendit dhe rajonit. Për nder të viktimave, Maqedonia e Veriut ka shpallur 7 ditë zije, ndërkohë që protesta paqësore për zbardhjen e plotë të rastit vazhdojnë në qytete të ndryshme të shtetit. Kujtojmë se rreth 150 persona të tjerë kanë ngelur të lënduar, 10 nga të cilët janë dërguar për trajtim jashtë vendit, duke përfshirë 9 në Tyrkia.